Këta që kemi para, këta janë armiq të shpërftyruar, janë armiq të egër, këta nuk meritojnë asnjë orë në pushtet. Dhe ne do të tregojmë këtyre vendin që meritojnë. Demokratët sot më shumë se kur, në emër të vërtetave që besojnë, në emër të idealeve të tyre, të dinjitetit njerëzor, janë të ftuar dhe të detyruar me një kryengritje paqësore të panërprerë të largojmë nga pushteti dhe të bëjnë që të përmbushim misionin tonë. Ne jemi parti misioni. Ne jemi parti misioni. Të përmbushim misionin tonë, qytetarë shqiptarë të votojnë të lirë, opozita në absolute fiton zgjedhjet dhe Shqipëria rikthehet në rrugën e dinjitetit, në rrugën e zhvillimit. Ju ftoj të gjithë qytetarët e kombinatit dhe të Tiranës së mbarë Shqipërisë, me 24 janar, në provën tonë të fuqishme, përballë regjimit më të rryrë që shqiptarët kanë patur pas Enver Hoxha deri sot.